Atmosfera në shtëpi ishte e rëndë që para se të shpërthente gjithçka. Pas përplasjes së zarfit të zi, askush nuk ishte qetësuar realisht. Alba qëndronte pranë kuzhinës me shikim vigjilen. Benita ishte në obor, e nervozuar, duke ecur sa majtas djathtas. Limi ishte i tensionuar. Dukej sikur donte të fliste, por nuk po gjente momentin. Papritur, Benita hyri brenda dhe me zë të lartë tha: "Unë nuk mund të rri më e heshtur." Të gjithë u kthyen nga ajo. Alba u drejtua menjëherë. "Çfarë ke?" Benita mori frym thellë. Zëri ju drodh, por fjalët dolën të forta. "Limi ka tentuar të më kapë me zor në banjo." Shtëpia u ngrirë. Një heshtje e frikshme ra. Kamera u afruan. Disa banor u quan në këmbë. "Çfarë?" shpërtheu Alba. "Çfarë po thua?" Benita vazhdoi, duke qarë nga nervi. "Më erdhi nga mbrapa, më foli afër, nuk më la rejat. Unë ndjeva keq. Unë ndjeva e friksuar." Limi u zbardh në fytyrë. "Kjo nuk është e vërtetë." Ai u ngrit menjëherë. "Po më akuzon për diçka shumë të rëndë." Alba u fut menjëherë mes tyre. "Limi, ndal. Mos ju afro." Benita bërtiti. "E shihni? Edhe tani po tenton të afrohet." Alba i doli përballë Limit me dorë të ngritur. "Jo. Qëndro aty. Nuk ke pse ngatërohesh më me të." Limi i tronditur. "Alba, po më shkatëron me këto fjalë. Nuk kam bërë asgjë." Benita u ul në divan me kokën në duar. "Nuk po kërkoj mëshirë. Po them si u ndjeva. Askush s'ka të drejtë të më bëjë të ndihem kështu." Zëri i Big Brotherit ndërhyri. "Banor, qetësi. Akuzat të tilla janë shumë serioze." Labinoti hyri në mes, serioz, i ftodh. Të gjithë një hap mbrapa. "Tani." Ai u kthye nga Benita. "A je e sigurt për atë që po thua?" Benita e pa drejtë në sy. "Po. Kjo është përvoja ime." Limi me zë që po i thyej. "Kjo është gënjeshtër. Unë kur nuk do." Alba e ndërpreu ashpër. "Mjaft. Derisa kjo të sqarohet, ti nuk i afrohesh asaj." Pik. Labinoti e mbështeti. "Kështu do veprojmë." Tensioni vazhdoi për minuta të tëra. Banorët diskutonin. Disa dyshonin. Disa mbanin. Fjala përjashtim, hetim, linje e kuqe u përmend disa herë. Big Brother ndërhyri sërish. "Kjo situatë do trajtohet seriozisht. Deri atëherë do ketë distancë totale mes palëve." Benita qante në heshtje. Limi rrinte i ulur, i shkatëruar emocionalisht. Alba qëndronte si mur mes tyre. Pas 30 minutash tension psikologjik, akuza, mbrojtje dhe ndërhyrje, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Besimi ishte tronditur. Fjalët kishin lënë plagë. Dhe asgjë nuk do të kthehej si më parë. Zarfi i zi, 30 minuta tension në shtëpinë e Big Brother Kosova. Ora ishte e qetë, pothuajse e rreme. Banorët rrinin të shpërndarë nëpër shtëpi, disa në divan, disa në kuzhinë. Alba ishte ulur vetëm, e menduar, me shikimin e ngulur në dysheme. Benita fliste me zë të lartë në anën tjetër, me një buzëqeshje që fshete nerv. Papritur, tingulli alarmues i Big Brotherit e çau ajrin. Drita e kuqe u ndez. "Banor, zarfi i zi ka mbërritur në shtëpi." Një heshtje e rënë ra. Të gjithë u kthyen nga dera kryesore. Askush nuk foli. Tensioni u ndje menjëherë. Alba u ngrit në këmbën e para. Frymëmarrja i u shpejtua. Syt i u ngushtuan. Ajo e dinte, ky zarf nuk vinte pa pasoja. Zarfi i zi u vendos mbi tavolinë. Big Brother vazhdoi. "Zarfi i zi duhet të hapet menjëherë." Alba ju afrua, por Benita u fut përpara saj. "Jo, prit," tha Benita me ironi. "S'do e hapësh ti gjithmonë, Alba." Alba e pa drejt në sy. "Hiqu. Mos më prek nervat." Benita qeshi me përbuzje. "Po çfarë do bësh? Do më gjuash prap?" "Kaq mjaftoi."
Alba e rëmbeu zarfin e zi dhe, në një shpërthim nervash, ja gjuajti Benitës drejt gjoksit. Zarfi ra në tokë, por goditja ishte më shumë simbolike se fizike, ishte provokim. Benita u shtang për një sekond, pastaj shpërtheu. Çfarë po u bërë o vajzë? Ajo ju afrua me hapa të shpejt, duke e shtyr Alben fort me shpatull. Alba u tërhoq, por nuk ra. Mos më shty. Mos guxo. Zërat u ngritën. Banorët u quan në këmbë. Kamera kudo. Benita i afrohet sërish. Ti mendon se jem mbi të gjithë këtu? Alba, me zë që i dridhej nga inati. Ti je problemi këtu. Gjithmonë ke qenë. Benita ngriti dorën, jo për ta goditur, por si kërcënim. Mos më detyro të bëj diçka që s'dua. Në atë moment, Limi hyn me vrap në mes. Ndal. Ndal tërdyja. Ai i vendosi duart mes tyre, duke i shtyr mbrapa. Çfarë po bëni? Jeni çmendur? Por Alba ishte jashtë kontrollit. Limi, hiqu. Mos u fut mes nesh. Benita i bërtet. Thuaj asaj të mos më prek më. Big Brother ndërhyn nga altoparla. Nti. Banor, qetësohuni menjëherë. Por askush nuk po dëgjonte më. Benita u përkul, mori zarfin nga toka dhe ja përplasi Albës para fytyrës. Hape. Hape nëse ke guxim. Alba i shtyu duart e Benitës. Mos më afro letrat në fytyrë. Situata po përshkallëzohej. Në atë çast, Labinoti hyn fuqishëm në skenë. Mjaftoi. Zëri i tij ishte i fortë, autoritar, i mbushur me nerv. Ai e kapi Benitën nga krahu dhe e tërhoqi pas. Largohu tani. Benita u kthye nga ai. Mos më prek. Labinoti ja ktheu ftohtë. Atëherë ndalu. Alba tentoi të afrohej sërish, por Labinoti ngriti dorën. Edhe ti, Alba. Mbrapa. Për disa sekonda, dukej sikur gjithçka do shpërthente sërish. Benita po dridhej nga zemërimi. Alba kishte lot në sy, por nuk po qante, po digjej. Benita, me zë të ulët por kërcënues. Kjo s'kam mbaruar këtu. Alba ja ktheu. Unë s'kam frikë prej teje. Labinoti u fut sërish mes tyre, duke i ndarë përfundimisht në dy anë të ndryshme të dhomës. Nuk do ketë më kërcënime. Asnjë hap më ha. Një qetësi që fliste me zemër. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe ajri ishte mbushur me një freski të lehtë që sillte qetësi. Dritat e buta përreth xhakuzit krijonin një atmosferë relaksuese, ndërsa uji i ngrohtë, i mbushur me shkum të bardhë, lëvizte lehtë duke reflektuar dritën si mira yje të vegjël. Ishte një moment larg zhurmës, larg mendimeve të përditshme, një moment vetëm për ta. Alba dhe Limi ndodheshin aty, të qetë, të çliruar nga gjithçka tjetër. Alba ishte e mbështetur më poshtë në xhakuzi, me shpinën e relaksuar dhe fytyrën që i rrezatonte qetësi. Limi ishte më sipër, pak i mbështetur, duke e parë her pas here me një buzëqeshje të lehtë, sikur donte të sigurohej që ajo po ndiej mirë. Shkuma rreth tyre krijonte një ndjesë mbrojtjeje, sikur bota e jashtme nuk ekzistonte më. Zhurma e lehtë e ujit ishte e vetmja që dëgjohej, bashkë me frymëmarrjet e qeta. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Heshtja mes tyre nuk ishte bosh, por plot kuptim. Alba mbylli syt për një moment, duke shijuar ngrohtësinë e ujit dhe qetësinë që e rrethonte. Ajo ndjej e sigurt, e qetë dhe e lumtur. Limi e vuri re këtë dhe u afrua pak më shumë, jo për të thyer qetësinë, por për ta ndarë atë me të. Sa mirë ndihet kjo, tha ai me zë të ulët, sikur nuk donte ta prishte magjinë e momentit. Alba buzëqeshi lehtë. Po është një nga ato çaste që do doja të zgjasnin më shumë. Ata filluan të flisnin për gjëra të thjeshta, për ditën që kishte kaluar, për plane të vogla, për gjëra që i bënin të qeshnin. Biseda rrithë natyrshëm, pa ngut, pa presion. Çdo fjalë ishte e butë, çdo buzëqeshje e sinqertë. Limi e shikonte Albën me vëmendje. Ai e admironte qetësinë e saj, mënyrën si ajo e shijonte momentin, si dukej plotësisht e pranishme. Alba, nga ana tjetër, ndjente mbështetjen dhe ngrohtësinë që ai i jepte, edhe pa shumë gjeste. Shkuma lëvizte ngadalë rreth tyre, duke u ngjitur e duke u shpërndar, ndërsa uji vazhdonte të krijonte një ndjesë relaksi të thellë. Ishte një moment ku koha duk.
Ai sikur kishte humbur kuptimin. Ata ndan disa të qeshura të vogla, disa kujtime dhe disa heshtje të bukura. Nuk kishte asgjë të tepruar, asgjë të sforcuar. Vetëm dy njerëz që ndanin një çast të qetë dhe të veçantë. Në atë xhakuzi të mbushur me shkum, Alba dhe Limi nuk po ndanin vetëm hapësirën, por edhe një ndjenjë afërsie që nuk ka nevojë për shpjegim. Ishte një kujtim që nuk do të mbahej mend për zhurmën apo madhështinë, por për qetësinë dhe sinqeritetin e tij. Kur mbrëmja vazhdoi dhe dritat u bën edhe më të buta, ata e dinin se ky moment do të mbetej gjatë në mendjen e tyre. Një kujtim i thjeshtë, por i bukur, që tregonte se ndonjëherë lumturia gjendet pikërisht në këto çaste të qeta, të ndara me dikë që të bën të ndihesh mirë. Lëndrimi ishte zgjuar keq atë ditë. Jo nga ndonjë zhurmë apo nga mungesa e gjumit, por nga një ndjenjë e rëndë që i kishte zënë vend në kraharor qysh në momentin që hapi sytë. Ishte nga ato mëngjese kur njeriu ndjen sikur diçka brenda tij nuk është në rregull, por nuk di ta emërtojë. Një forcë e madhe emocionale e shtynte nga brenda, një përzierje nervozizmi, padurimi dhe energjie të pashfrytëzuar. Ai u ngrit, u vesh shpejt dhe doli jashtë për të marrë pak ajër. Dielli kishte filluar të ngjitej lart dhe dita dukej e bukur, por ai nuk po arrinte ta shijonte. Mendimet i silleshin rreth kokës pa pushim. Çdo gjë e vogël i dukej më e madhe se zakonisht. Teksa ecte pa një drejtim të qartë, syt I shkuan te dolce. Ajo ishte aty, e qetë, e lirë, duke shijuar mëngjesin pa u shqetësuar për asgjë. Kishte një siguri në mënyrën si qëndronte, një qetësi që lëndrimit I mungonte atë çast. Ai ndaloi për një moment dhe e vështroi, sikur prania e saj po e tërhiqte pa e kuptuar. Pa e menduar gjatë, ai ju afrua. Nuk ishte një vendim I planifikuar, por një reagim I çastit. Ai e përqafoi fort, jo me agresivitet, por si dikush që kishte nevojë të shkarkonte atë që po mbante brenda. Ishte një përqafim I ngarkuar emocionalisht që vinte nga lodhja mendore dhe nga nevoja për kontakt njerëzor. Dolce u befasua, por nuk u tërhoq menjëherë. Ajo e kuptoi që diçka nuk ishte në rregull me të. Ai I dha një puthje të shkurtër, të thjeshtë, pa fjalë, dhe më pas u largua pak, sikur edhe vetë u habit nga veprimi I tij. Asnjëri nuk foli. Heshtja mes tyre ishte e rëndë, por jo e pakëndshme. Ishte një heshtje që linte vend për mendim. Lëndrimi u largua ngadalë, me hapa më të qetë se më parë. Nuk ndihej as më mirë, as më keq, por disi më I vetëdijshëm për atë që po I ndodhte brenda. Ai e dinte që duhej të përballej me veten, jo t'i ikte ndjenjave. Brenda shtëpisë, Benita ishte në një botë tjetër. Ajo po bënte dush, me ujin që rrithte vazhdimisht dhe mbushte ambientin me një ndjesi qetësie. Ishte moment I saj për të qenë vetëm, për të menduar pa u ndërprerë. Çdo pikë uji sikur ja largonte pak nga pak mendimet e ditës. Benita ishte një person që I ndjente gjërat thellë, edhe kur nuk I shprehte. Ajo kishte vënë re tensionet, shikimet, energjinë e çuditshme që qarkullonte atë ditë. Ndërsa qëndronte aty, mendonte për marrëdhëniet mes njerëzve, për mënyrën si ndonjëherë emocionet dalin në sipërfaqe pa paralajmërim. Kur doli nga dushi, ndjeu një qetësi të përkohshme. Nuk e dinte ende çfarë kishte ndodhur jashtë, por e ndjente që dita nuk do të ishte e zakonshme. Kishte diçka në ajër, një ndjesi se diçka po ndryshonte, qoftë edhe brenda secilit. Kjo ditë nuk ishte për veprime të mëdha apo fjalë të forta. Ishte për reflektim. Për të kuptuar veten dhe të tjerët. Për të pranuar se ndonjëherë njerëzit reagojnë nga lodhja e brendshme, jo nga qëllimi për të lënduar. Dhe ndonjëherë një përqafim, një heshtje apo një moment vetëm me veten mjafton për të kuptuar se çfarë po ndodh vërtet brenda.